Jemi në ndeshjen Bardhazi dhe do të flasim për një temë kështu mistike, që fillon dhe ajo me M, për masonët. Dhe me qënë se jemi në ditën e pavarësisë dhe kemi... Po, kemi... Tëftuarit tanë. Kemi një me dy më këtu, jo me një më. Marin Meksi. Marin Meksi, faleminderit që jeni sot me ne. Faleminderit për kënaqësi dhe miku i dashur i studios ton Faik Basha, faleminderit që jeni me ne. Njoh si sigurisë dhe i ca çështjeve që s'po i përmendim këtu. Ndryshe, ti e di që kjo studio është ndryshe nga gjithë studiot e tjera, sepse mënyra si trajton temat, kemi atë lupën tonë që ajo besoj na bën të veçantë nga të tjerët. Po edhe individualiteti, karakteri, mënyra e tjere tjere. Tani, sa nga autorët e pavarësisë kanë qenë mason, me qenë se jemi në ditën e pavarësisë? Po, duke i uruar gjithë shqiptarëve festën e pavarësisë, gjej rastin që të them gjithmonë sepse masonët kanë një parim. Masoni ka të drejtë të thotë unë jam, por e ka të ndaluar të thotë ai është. Sigurisht që për masonët të cilët kanë ndruar jetë në profanizëm, përdorim të term, sepse në masoneri, do me thënë është që kur ti ndron vdes si profan dhe rilind si mason. Dhe është një tjetër udhëtim dhe ajo që ne në profanizëm e quajmë vdekje. Kështu që për masonët nuk vdesin. Jo, për masonët që kanë ndruar jetë në profanizëm, është e drejta që mund të thuhet dhe të tregojë dhe për më tepër kur janë personalitetet dhe figura të shquara të vendit dhe të botës. Kështu duke filluar me babajin e pavarësisë shqiptare, Ismail Qemali ka qenë mason. Ka qenë mason? Pjesa më e madhe e firmëtarëve të aktit të pavarësisë kanë qenë mason, por dhe çështja e aktit të pavarësisë është... Kush tjetër? Ja, do i them, pjesa e firmëtarëve të aktit të pavarësisë kanë qenë personalitetet shumë të shquara, por kanë qenë dhe shumë të tjerë të cilët qoftë edhe për hir të vonesave në rrugë, domethënë delegat nuk kanë qenë në momentin, në çastin e firmosjes. Ndërkohë ne kemi rilindasit, pjesën më të madhe të rilindasve tanë kanë qenë mason, kanë qenë në vëllezërit Frashëri, Naimi, Samiu, ka qenë Abduli, ka qenë deputeti Ivanaj, ka qenë Derada, një nga më të mëdhenj të një nga personat... Derada mason. Derada mason. Faikonica ka qenë mason, kështu që ka pasur pa fund figurat të shqiptar, figurat më të shquara të kombit kanë qenë mason. Po çfarë është kjo masoneria që t'ja shpjegojmë pak publikut? Masoneria, Ornel, është... Duke si smundje më, apo jo? Është një urdhër, është një urdhër. Rënd smundje. Është një urdhër, pikërisht, është një urdhër, është një nga urdhrat më të vjetër të njerëzimit. Masoneria moderne, gjatë bisedës po bënim, fillon diku tek 1700-ta, por po të shkojmë më para në kohën e humbasim në kohë për të gjetur zanafillin e masonëve. Masonët janë murator, fjala mason do thotë murator, muratori e lirë. Arkitekt, ata që ndërtuan kryeveprat e arkitekturës botërore, por dhe në metaforë, do me thënë janë ata që ndërtuan kombet, ata që ndërtuan shtetet. Sigurisht masoneria lindi si pasojë e shtypjes që i bënin pushtete totalitare popullatës, humanizmi e tjerë, kështu që masoneria lindi kryesisht në pjesën, në ata që janë më të ndjeshmit që janë artistët. Artistët e nisën si lëvizje masonerin, sigurisht ishte lëvizje okulte, lëvizje e fshet, nuk mund të dilje përballë pushteteve gjakatare, dhe është ajo që ndroi rrotën në të gjitha, po them, vendet e Europës, po them paketën revolucionit. Ja, një sekundë që mos bëjmë histori. Po pse gjitha këto bashkimet e çuditshme, mafia, masoneria, fillojnë gjitha me M? Kjo është masoneria është muratoria. Edhe mafia me M. Po, drangeta fillon me N. Me N, pikërisht. Po ju pse keni studion me simbolet e masonëve? Se ma tha njëri, Ornela, se ta kam thënë. Pse keni vënë simbole masonike? Skenografi, po, që kur kemi vënë të simbole, do t'i që nga ka ecë në barë, do t'i që ka plasë syri keq. Po, plasi syri keq. Do t'i që s'ta bëjnë do t'gjë. Dëgjoj, unë kam një ngacmime dhe pyetje bukur. Madje profesor, nëse më lejoni pjesën e satirës që në 1960 ishte një nga momentet e vetme ku masoneria çdoi.
Se? Masoneria që dojë dhe quhet ajo e famshmja P2 në Itali. Loja P2 në Itali. Loja P2 në Bashkëpunoj me Itali, e cila është ajo që krijoi mafjen e konsoliduar. Kështu që dhe kjo pjesa do me thënë përsëritet, por sigurisht ishte tjetër gjë, ishte përtej agjendës masonike. Do t'jap fjalën me njëherë edhe fajt. Jo vetëm për ta lidhur me këtë vend nisën. E di pse ç'doj? Domethënë ju mund ta dini për ta thënë dhe për publikun sepse nga 1920 deri në 1944, 45 dhe pak më gjerë, masoneria pati një goditje të fortë nga sistemet politike dhe udhëheqëse në botë. Gati u përndjek, u ndalua, në gjithë botën pati një luftë të ashpër ndaj masonerisë dhe ndoshta në një farë mënyrë e humbi rrjedhë. Po e pak disa koka tani botërore masone, se Marini tha për Shqipërinë, shqiptare, po e disa koka botërore masone. Tani ka president të Shtetit Bashkuar të Amerikës që ka qenë mason dhe vazhdojnë George Washingtoni, mendohet dhe Bushit ke qenë familja Bush të jetë një nga familjet e masonerisë. Nuk e kuptoj pse mbahet kështu e fshet kjo gjëja, domethënë nuk duhet. Mozarti ka qenë mason. E di si më duket. Mozarti ka qenë mason. Jo, nuk është çështje, nuk mbahet e fshet, po për shkak se ka disa rregulla strikte qënja në një dhomë, në një lozhë të këtyre personave. Se çfarë flasin aty ata? Shiko, ato flasin thjesht ndërtojnë veten. Pra, e gjitha vjen për të ndërtuar njëri të mirë, të pastër, të edukuar. Çfarë bëjnë yoga? Të disciplinuar. Dhe e di meditim, çfarë? E di çfarë mendova unë kur më thirrët ju mua këtu? Të lutem u përgjigj, çfarë bëjnë yoga, meditim, çfarë bëjnë aty? Jo, ka një farë procesi që mund të jetë i ngjashëm me jogën, pra ka një meditim, ka një reflektim të brendshëm, por nuk është një yoga e mirëfillt, nuk është një yoga e mirëfillt. Pra jo me pozicione. Jo për çështje pozicione, futesh. Pra fillimi i futjes në një masoneri, apo procesi i parë i pranimit, është një farë reflektimi, një farë meditimi. Po të kesh lek që ti është aty brenda? Nuk është kriter të qenurit i pasur, por është kriter të qenurit njëri me një profesion, pra që mos të jesh ndikuar dhe mos të lufta ndaj te masoneria është ndaj egos. Dhe për të mos qenë njëri egoist... Se thonë lëre atës është mason ai? Sigur thonë lërës është djalli vet ai. Pse thonë këtë gjë? Sepse masoneria ndërton një njeri të pastër, të rregullt, disiplinuar dhe në një farë mënyrë. Po teksi nuk është kështu ai kë. Do të thonë, mund të kemi Marinin që është i disiplinuar, por në përgjithësi koncepti thotë që do të orëra kështu shihe. Ai është mason, ai është mafioz. Do më lësh të orëra të them një mason mafioz është një. Të them një akuzë për masonët. Madje janë në dimisione të kundërta. Kam një akuzë për masonët që dua ta bëj. Me që se masoli Marini në shteg. Duke qenë që shumë nga kokat e rindas e fshitar kanë qenë, po si ua kanë në varet një atje, një këtu, pse s'kujdesen masonët për ata? Se kjo shumë është akuzë, janë mason, muratori, dhe murator duhet kujdesen për varet e këtyre. Thonë që edhe kryeministri jonë është mason, edhe po kujdeset ai, si lindas. E ka thënë Marini, po inshallah e thot dhe këtu. Është kryeministri jonë mason? Jo, nuk e di, nuk e di, nuk e kam thënë asnjëherë askund, sepse nuk e di. Nuk e di në radhë të parë dhe e dyta e ka thënë Saliu se ka atë nazën. Dhe për dikë, siç e thash, nëse e di nuk mund ta themi, është ndaluar thuhet. Ndërkohë po për këtë akuzën se për varet e tyre, domethënë, pse s'kujdesen, masonët kujdesen për shpirtin, nuk kujdesen për materie e para. E dyta, sigurisht. E dyta, çështja është se gjatë gjithë periudhave të errta që kaluar njerëzimi, armiku më i madh i pushteteve totalitare kanë qenë masoneria. Dhe duke qenë se kanë qenë dhe të fshehtë, sepse janë detyruar mos dalin si pikërisht, makina e propagandës ka qenë në dorën e pushteteve dhe ata kanë hedhur e kanë përbaltur armikun e tyre më të madh. Dhe ndaj kjo përbaltje prej qindra vjetësh e ka përndjekur masonerinë. Sigurisht e diçka që është e fshehtë, e cila nuk është e shfaqur, të lindë të krijon më skepticizëm. Po ti vetë se del, mos të kanë ndjekur fare ty na urdhri dhe del? Do e shpjegoj përse kam dalë. Tani, çështja është që kur masoneria tradicionale mbaroi misionin e saj. Kemi dhe foton tënde këtu, ja. Masoneria tradicionale e mbaroi misionin e saj, që ishte misioni i kahershëm i luftës kundra pushteteve totalitare, kundra prohumanizmit e të tjerë. Dhe në kohët e sotme ku është instaluar demokracia sado e brisht apo diku këtu,
Përsëri, roli masonerisë sot është një tjetër. Është një akademi e cila krijon personalitete, krijon një gjenerat njerëzish të drejtë, të arsimuar, të shkolluar, njerëz të cilët të lidhen pikërisht. Ndërkohë. Prit pak tashti, prit pak se. Njerëzit këto gjëra bëjnë zapping edhe ikën ndrojnë kanalin. Qa janë këto gjëra që na ke sjell tani? Ajo është Gmaili. Kjo është... Qa janë këto tani? Që thonë që Gmaili është masone? Këto të pash që e kishe vënë si mësall, themin nga Koqa. Po? Tham që masonët janë muratorë. Dhe kjo është uniforma e një muratori, është përparsja, është përparsja që mund të preku, sigurisht. Kjo vjet të pjesa e këtushme. Pikërisht. Kjo është pjesa e kollares, kjo është ajo e lozhës shqiptare, lozhës së mashkull, të lutem. Pak qaste, të bëjmë... Ornela gëzuar, Ornela. Të ndjem edhe unë si masone një. Ti bardhëzie, tani u bërë edhe kuqezi. Shumë e bukur kjo. Nuk bëhesh vetëm se përdor simbole. Duhet ta besosh. Është e njëjta dhe kollarja, me gradë kollara ajo që nga kollara e papar? Jo, ky është termi që... Jo, se më ka akuzuar njëri, më tha mos bëj shenja masone, unë pa dashje kisha bërë kështu. Edhe më thamë po bërë shenja masone. Jo, kjo vendoset tek pjesa e duarve. Është kjo pjesa? Te mëngat. Po, te pjesa e mëngve. Dhe janë dorezat e bardha që sfidoj njëri tjetrin i hedhin dorezat? Janë dorezat e punës. Janë dorezat e punës. Edhe ajo varsja që është... Oke. Qenit masoneri do të thotë ti je kundër luftës. A kemi mason të mirëfillt në Shqipërinë apo ja fusin? Patjetër, se masonët janë disa lozhe, nuk janë një, janë disa rryma si mund ta themi, pra kanë dalë nga një e vetme. Krye masoneria kanë lindur në Angli. Ashtu si që tha dhe profesori. Në Skoci më tepër. Jo, në Angli. Janë bashkuar në 1900, kanë me 24 qershor 1717. Lëre, mos bëjmë histori tani. Nuk është histori, po është... Po pra, dhe ka disa dhoma, pastaj është Skocezja, është Gjerman-Francezja, është Anglezja dhe janë disa. Po Orienti? Po, edhe Orienti. Edhe në Shqipëri, mendohet pak, nuk kam në informacion të plotë. Tani kenu informacion për kryeministrin tonë, është brenda këtyre qerthulleve? Shiko, po të... A ishe iluminat, nuk është mason, nga ideologjia, nga udhëheqja, nga parimi, mund të arrish zbulosh dikë. I njëri i cili mundohet bëj mirë, i njëri i cili mundohet të jetë i drejtë, një njëri i cili mundohet të udhëheqi në mënyrë paqësore. Ti do i thonë musliman, disa... Shiko, unë mendoj... Besimtar. Pse duhet i thonë mason? Jo, shiko, pa e dini ju që ne thamë dhe këtu që masoneria ka lindur nga muratorët, po jo muratorët zakonshëm, muratorët që punonin në institucione fetare. Pra, bashkëpunimi i profesionit me fen, lindi masoneria. Pra, nuk janë antife, se unë gjithmonë mendoj që masonët janë antife. Është kusht të besosh në Zot, është kusht. Pse është kusht dhe ju keni tempuj të tjerë? Pse nuk... Jo, nuk ka lidhje, masoneria nuk është fe. Masoneria të gjithë mund të marrin pjesë në masoneri. Kam qenë në Amerikë, kam parë një tempull mason, mund me sprugët. Tempulli mason ka tjetër funksion. Nuk ka lidhje me pjesën fetare. Madje divergjencat fetare janë të ndaluara brenda masonerisë, sikurse janë të ndaluara divergjencat politike brenda masonerisë. Martohen mes tyre masonët? Sigurisht që po. Pa i që ka gradën 33. Por masoneria, do kemi parasysh, këto janë lozhat mikse, që janë lozhat të pa rregullta, që ka dhe femra dhe meshkuj. Ndërkohë, lozhat tradicionare janë lozha maskiline, që janë vetëm meshkuj. A paguhet të jesh pjesë e një klubit të tillë, klub masonësh, ose... Masonët kanë një kontribut, po them të periodik, ndoshta diku vjetor, dikur 3 mujor apo 6 mujor, e cila shërben për shpenzimet të organizimet të cilat janë ceremonialet e tjere që janë masonike. Por jo, nuk paguan kuotim të detyruar për të bërë mason. Masoneria, thonë dryshe. 33-shi, qa është? Se thonë që këta 33-shat janë shok të djallit. Nuk e di, është ta e vërtet është. Unë mendoj kështu që masoneria ka lindur si një shoqat një profesionit caktuar. Ka patur... Qëllim demokratik, në thelb? Absolutisht, qëllim demokratik, rrujtja profesionit, rrujtja integritetit, rrujtja humanizmit, mirëqenia. Tani, vërtet, këta e sollën demokraci në botë, masonët? Jo, nuk kanë sjellë demokraci në botë, po kanë luajtur një rol kyç në demokracinë, në shurjen e shumë luftrave, në ngritjen e shumë sistemeve demokratike dhe në mbështetjen e tyre për që patën një qëndrueshmëri. Kanë patën një luftë tegër me komunizmin dhe me regjimet.
model, trupi jot ka qenë ndër më të lakmuarit mes femrave. Mos ju fute masonerisht ti biesh më shumë sy femrave se... Jo, s'bje më shumë në sy tani. Arsyeja... Shkampion. Ai këput 100 femra tani. Më duket se s'lejohet. Arsyeja që... Jo. Nuk e lidhje. Arsyeja që unë jam shfaqur në masoneria më bëri dukshëm, është duke përdorur, si të them, emrin tim, figurën time, atë çka unë përfaqësoj dhe për t'i treguar njerëzve të mi vendit tim se çfarë është në të vërtetë masoneria. Se ka shumë mendime negative. Thua të vërtetën. Pikërisht në aspektin historik, në aspektin ezoterik, në aspektin shkencor për treguar se ç'është masoneria. Pra, për të treguar që nuk ka lidhje me atë propagandë të keqe që është bërë gjatë këtyre shekujve, por kjo është e vërteta dhe është ndryshe kur ti del me zë dhe me figurë, kur ti përfaqëson diçka, dhe ky nuk është një njeri i luajtur, po them unë ty, që po vjen dhe pa ashtu, por përkundër ka një integritet. Fal, edhe diçka. Pa mbaruar, për të bërë mason nuk duhet të jesh i dënuar. Jo pra se është shumë e rëndësishme. Na intereson të bëjmë mason tani, thjesht duam të kuptojmë çfarë bëhet. Në Shqipëri ka disa lozha masonike. Ka disa lozha masonike. Në hotel. Është lozha e madhe e Shqipërisë, është lozha kombëtare e Shqipërisë, pra është një ndryshim në abreviacion. Kanë një mbledhje të përmuajshme, të përjapshme, si e kanë? Çdo lozhë në bazë të riteve, sepse është riti skocez, është riti i Yorkut, kanë traditat e tyre. Si fillon një rit mason? A mund na e bësh me 2-3 veprime? Ritualet janë rituale të vjetra, rituale antike dhe kërkohet, nuk mund të bëhet, një gjë që kujton. Nuk është e personalizuar, ja pikërisht është ajo hyrje në templull, që është në fotografi. E çfarë nën kupton kjo dora këtu? Është, si të them, është shumë e komplikuar, pra nuk përfaqëson vetëm dora, duhet të tregoj gjithë kontekstin, gjithë kompleksitetin. Çfarë nën kupton dora këtu? Është, po them... Zemër? Jo, është ndarja, sepse thash, ne kemi gjeometrin, kemi pjesën më të rëndësishme, një nga shtyllat e masonisë gjeometria, dhe janë figura gjeometrike, janë simbolik, simbiotik, është e gjitha që tregon nderin, respektin dhe përbetimin. është ky gjest që... është një lloj disipline. Ornella ka qef të marrë versi takohen masonët, çfarë shenja përdorin kur takohen? Po, japin dorën. Tani, të gjitha shenjat nuk duket se duket ndonjëherë sikur ne po zbulojmë dorën apo se japin dorën fare? Sigurisht. Mos është edhe kjo shenja masone jo, s'ka lidhje. Jo, Shqiponja është sigurisht edhe simboli 33, sidomos Shqiponja dy krenare. Ajo që kemi edhe neve simbolin tonë në flamur. Si është? Është grada 33 që është grada e mjeshtrit, grada më e lartë. Një mjeshtër mason ka simbol Shqiponjën me dy krerë. Me dy krerë. Simbolin e, po ne që ngemi kom mason. Po, duke filluar që nga eroi kombëtar Gjergj Kastrioti. Se tha i mason ka qenë? Nuk mund të them që ka qenë mason, por jo, ai ka qenë pjesë e vllazërisë. Pjesë e vllazërisë së dragonjve, që është një vllazëri më të vjetra, ku ka qenë dhe Janosh Unjadi i Ungarisë, ka qenë edhe Vlad Tepeshi i Rumanisë. Kanë qenë disa me të njëjtën historik, pra prijës të vendeve të tyre. Po edhe ajo ka qenë një lidh kundër së keqes, pra për të shpëtuar Europën e krishterë në farë mënyre. Edhe pas vdekjes që është dhe libri i fundit i Meksit, domethënë është pikërisht për kontrollon këto lozha. Se aty mund të bëhet lozhat, jo, sigurisht, po janë të përjashtuar atë që tha zotëria, që domethënë ti kalon një filtr që bësh. Filtrohesh. Patjetër kalon filtr që bësh. Lozhat e mëdha të bashkuara të Anglisë janë, si të them, nga 1700 e ca, janë ato që janë, si të them, ato e bëjnë njohjen. Prandaj quhen lozha të rregulla, lozha të njohura dhe lozhat pa rregulla dhe të pa njohura. Është një lozhë e madhe e vendit tënd dhe pastaj ajo lozhë ka dhe në ndegët e saj lozhat e tjera të qyteteve apo dhe të njëjtit qytet me emra të ndryshme, me emërtime të ndryshme brenda të njëjtit. A kanë zgjedhur ndonjëherë kryeministra mbledhjet e masonëve? Kanë zgjedhur kryeministra në kuptimin që në botë patjetër. Drejtuesi... Jo.
nuk lejohet nuk funksionon. Të mbështetësh, të financosh apo të ideosh lëvizje politike brenda lozhës masone. Pra ti mund t'i ketë drejt personalisht të jesh aktiv në çdo lloj drejtimi, të kesh çdo lloj besimi, por lozha nuk të mbështet ty për të marrë një pozicion caktuar në shoqëri. Ti duhet ta kesh atë pozicion, por kryesisht masoneria ka të bëjë me gdhëndjen e personit, e shpirtit, sikur punoj guri. Po pra ne ka lind nga guri, nga mjeshtëria dhe është ne që jemi të gdhëndur çfarë bëjmë? Është ai mjeshtri që jep këto leksione. Zakonisht është një person që kryeson tavolinat, i cili flet, citon diçka, domethënë kush i ka shkruar, si janë ato rregullat e masonëve, si të kanunit ton, si janë ato? Në fakt, lidhen shumë ka shumë ngjashmëri. Se po na bën dhe lekë duke gjinin me kodin, kodet morale, sa do ka ndryshuar në vënde dhe në kulturat të ndryshme, baza mbetet e njëjtë, kështu që ka shumë element vërtet dhe të pjesës kanunit të nderit, por sigurisht që Tempulli Solomonit njihet në pjesën e masonerisë moderne si baza, është dhe kushtetuta e masonerisë, e cila tregon ato rregullat dhe havat e para. Brenda masonerisë sigurisht është mjeshtri i madh, i cili është, si them, autoriteti më i lartë brenda lozhëve. Brenda një lozhë të gjithë janë vëllezër, janë të gjithë të barabartë, është vëllazëri, pavarësisht se çfarë jetine. Atë thash, domethënë në lozha të parregullta, të përzjera mikse ka dhe meshkuj dhe femra, po janë të parregullta që nga 1800 e ca, sigurisht që ka. Nga 1800 e ca duke qenë se ishin më të në momentin që ti je mbi 21 vjeç dhe je një person me integritet të lartë, po them si moral dhe profesionalisht e arir brenda vetë dhe ke filluar atë po them gdhëndjen me veten tënde dhe ti troket me vllajin tënd tani do riku me vllajin tënd këtu troket do ikë kjo masone po ikë ka faqe online të masonerisë. Po sa më shohin mua sa më futen mason pa fund. Ti mundet të trokasësh, të bësh kërkesë, sigurisht kur ti sugjerohesh edhe faqe fallco ku merret. Sugjerohesh nga një mason, pra del dikush garant për ty, është më e thjeshtë, domethënë pra rekomandohesh nga një mason i cili të ka të njeh, të ka Si futesh atje me maska, mbyll syt apo Jo. Po duhet të thonë 100% e lozhës, Qofse nuk janë 100% dakord, ti nuk bëhesh mason. Po unë këtë kam të keqe për shkakun që s'dua miratimin e tjerëve. E kam as më intereson fare. Kështu që s'bëm dot mason. Edhe ushtarakët, se nisa ta them, se tash edhe kur mftuat se si ushtarak, ushtarakët janë njerëzit më të preferuar në këtë vllazëri, sepse ka shumë pak punë për të bërë me to, sepse janë rregull, janë disiplinuar, janë moral të lartë, ruajnë sekretin. Kush e kontrollon? Kush është krye masoni këtu në Shqipëri? Kemi një emër? Ka thënë Alfred Sako aca emra. Nuk i thonë. Shumë na miqtë e mi janë mason. Nuk i thonë. Lozha të ndryshme kanë njerëz të ndryshëm. Përgjithsisht ata janë të identifikuar të 2-3 lozhave që janë më të njohura dhe më publiket. Në faqet e këtyre lozhave janë me emër, me figurë, dalin dhe në intervista. Pra masoneria tashmë, masoneria është e dukshme. Dhe në botë bëjnë parada, në botë kanë flamuj. Blidhen në hotel, dalin foto aptazi. Në tempujt e tyre dhe po edhe me video i kanë parë unë. Patjetër, dhe ritualet nuk asgjë, sot i shikon në YouTube, të gjitha këto që ne tham nuk kam më sekret masoneria. Po nuk na thënë ato si takojnë dorën me njëri tjetrin, se kam shumë shefa. Dëgjoj, me shumë kënaqësi, profesor, nëse më lejon. Po si ku të dalun, Jo po dal këteja që të kapi kamera këtu. Kam shumë qef ta. Është shtrëngimi, domethënë. Po. 3 herë. 3 herë, shikoj. Përçuarje. 3 herë. Nuk e kapi kamera, mund ta përsërish. Po, edhe një herë, po. Mirë. Ta gëzosh. Qa të gëzoj? Iko fa i kur kanë dalë në pension u buras. Kam nerva tani. Dhe kjo është një problem, shumica e masonëve janë mbi 50 vjeç. Na pas ka ardhur rradha me një fjalë? Jemi të preferuar. Ornela ka dhe i qik. Shkojmë në mesazh. Shiko, mesazhi është ky, unë për vete herë nuk jam mason. Një. Ja, ky është gabim. I masonëve, jo joti. Nuk thash se s'dua të jem, apo nuk jam, apo se ka ndonjë gjë të keqe. Për mendimin tim ti duhet të jesh se je i qetë, je i përmbledhur. Ai sa kam parë. Je respektues. Masoneria ka ndihmuar botën
për të zhvilluar. Dhe kur masoneria apo lozhat e thjeshta ranë në krizë 1600-ën, u desh ndërhyrja e filozofëve, e njerëzve të arsimuar me pushtet që ishin dhe të përkryer nga ana e cilësisë njerëzore për të futur dhe për ta vazhduar vërtimsinë. Është e vetmja vllazëri që ka mbi 300 e ca vite që i ka rezistuar gjitha fortunave. Mesazhi është ky, mos keni frikë. Okej. Në masonët. Shumë frika në masonët. Marin? Shumë. Pikërisht. Ekziston frika. Pikërisht duke filluar që presidenti tashmë i Francës Macron, presidenti Biden sapo mbaroi mandatin e tij, u drejtuan lozhave masonike. Njëri tha që është bashkëthemeluese, masoneria është bashkëthemeluese, franko-masoneria është bashkëthemeluese e Republikës. Presidenti Biden tha shtylla e demokracisë, shtylla më e rëndësishme tha e demokracisë amerikane. Nuk më the një gjë, janë të pasur masonët? Jo, nuk është e thënë. Ata janë masonët, janë të pasur në aspektin ezoterik, në aspektin emocional, në aspekt ato që janë të qëndësishme, ato që janë të vërtetat e qenies njeriu. Po përshëndetja para një mbledhje, ajo më klasikja, cila është? Ajo që bëre? Ajo pikërisht. Dhe njerëzit vërtet nuk duhet të hapin mendjen, një gjë që nuk e din ta dëgjojnë, ta mësojnë, mos shikojnë çdo gjë me skepticizëm, sepse thash, kur kanë qenë 17 president të deklaruar të Shtetet Bashkuara të Amerikës, njerëzit më të famshëm të njerëzimit, ata që kanë kthyer rrotën e historisë pro humanizmit, nuk ka asgjë të keqe. Pikë gjithë Washington DC-a, që është një qytet i bërë me formula masonerike. Pa dyshim çdo gjë. Gjithë Washingtoni. Është shtyllë e demokracisë. Edhe studio jon jemi të bërë. Është një garanci më tepër për demokracinë në një vend. E kuptuat ju që na bini në qafë ne? Shikoni kemi ca simbole këtu që na mbrojnë. Në fakt, asnjë simbol në jetë nuk e mbron njeriu përveç Zotit Madh, edhe kjo dihet. Por është mirë që njerëzit të respektojnë njëri tjetrin, të vlerësojnë. Ishte interesante kjo temë. Po, ishte shumë interesante dhe sidomos në ditën e pavarësisë tani të marrësh vesh që ata që kanë qenë para nesh, kanë qenë mason. Edhe një njerë Flamuri që nuk e ngriti Gjergj. Flamuri s'është mason. Po, e ngriti Ismaili Flamuri. Mirë. Do të shkojmë në publicitet dhe me njerë takojmë në akuzë. E duke falenderuar dhe të ftuarit e mrekullueshëm.